Dhe gjithmonë nëse ne duam të shikojmë një vepër nëse ajo është e dobishme për shoqërinë, ne gjithmonë e shumëzojmë atë. Ndodhit cilat Allahu dhul xhelali ka sjellë si argumente në Kur'an për popujt të cilët janë shkatruar sepse kanë kaluar kufit. Allahu i sjell si argument dhe për ne që të kuptojmë. Kanë thënë dietarët, vetë ajo vepër e cila po bëhet do të çojë ty në shkatrim. Pra vetë ai tejkalim kufije që Allahu e ka vendosur dhe ti merr guximin ta thyesh, pra të kundërshtosh Allahun azza wa xal. E para dhe e dyta, duke e ditur që ajo gjë ty të dëmton, ti po shkon vetë me këmbë të tua në shkatrim. Ndoshta për ty është benefit, sepse ti po ja merr dikujt pasurinë padrejtisht dhe ti po përfiton. Apo shumë vepra të tjera që nëse shikohen nga aspekti i egos personale, ti po përfiton. Pra po të shtohet pasuria, pozita, potenciali. Ama ti po dëmton të tjerët. Dhe gjithmonë nëse ne duam të shikojmë një vepër nëse ajo është e dobishme për shoqërinë, ne gjithmonë e shumëzojmë atë. Pra ne gjithmonë e shtojmë atë. Nëse ajo kur shtohet i sjell dobi shoqërisë. Marrim rastin konkret nëse njerëzit janë punëtorë. Pra janë disa veta punëtorë, disa njerëz punëtorë dhe ne e shtojmë numrin e këtyre njerëzve cilët janë të zellshëm dhe janë punëtorë. Do t'i bëhet dobi shoqërisë apo do t'i bëhet dëm? Padyshim që do t'i bëhet dobi. Pra nëse një vepër e shumëfishojmë atë në masë, arrim të kuptojmë nëse ajo është e dobishme për shoqërinë apo nëse ajo është e dëmshme për shoqërinë. Dhe kur ne i tejkalim kufit e Allahut azza wa xal, jo vetëm që po zemrojmë Allahun, por dhe po e sjellim me vetdije dhe me dorën tonë shkatrimin. Ka raste edhe pa vetdije, se njerëzit krijojnë atë arrogancën që pretendojnë që i dinë të gjitha. Dhe harrojnë udhëzimet e Allahut azza wa xal, dhe Allahu i ka bërë të ndaluara gjërat, jo vetëm sepse Allahu ka zgjedhur që ato të jenë të tilla të ndaluara, por kanë thënë dietarë sepse ato në thelbin e tyre e dëmtojnë njeriu.